është muzeu i cili mbart shumë vlera edhe për sa i përket bashkëjetesës që është karakteristike në zonën e Beratit, por këtu ne jemi të bindur që për atë çfarë ky muze përfaqëson për sa i përket mënyrës jetesës që kanë pasur qytetarët e Beratit ndër vite, besoj që është një aspekt i jashtëzakonshëm. Jemi bindur që për sezonin e ri turistik, ky do të jetë një nga absolutisht nga sitet më të vizituara në qytet. Dhe po ashtu bashkë me stafin e përkushtuar, jam i bindur që të gjithë turistët janë të mirëseardhur në muze dhe do të kuptojnë më mirë se si kanë jetuar qytetarët e Beratit me vlera të jashtëzakonshme të etnografisë të kësaj zone, e cila është shumë e pasur. Prandaj më doja të shfrytëzoj rastin edhe për të falendëruar ministrin për sa i përket vendosmërisë që ka pasur që ky muze këtë vit të jetë i ardhur. Dhe më vjen shumë mirë që jemi në fazën finale dhe besoj që edhe kryetari i bashkisë është më së i lumtur që tashmë ky aset i rikthehet qytetit dhe aq më tepër një lloj demo dhe bashkë me zotin Ceca, që është kryetari i bashkisë dhe ish kryetari i bashkisë dhe sot kolegu i qeveri, së bashku me zotin Demo do bëjmë çështje mundur që ta jetëzojmë të muze etnografik i cili i ka munguar Beratit, i ka munguar vizitorëve, i ka munguar itinerarëve të Beratit për trashëgiminë, për traditat, për doket, zakone dhe për gjithë ato themi forma, mënyra jetese dhe artefakte cilat do të jenë në këtë muze për gjithë shqiptarët huaj, për ta bërë më interesant Beratin, sikur të mos mjaftonte për bukuritë dhe për atë që përfaqëson, por është detyrimi ynë që sidomos në qytetet e vjetra, në qendrat historike, në një themi tesar botror që mbrohet nga UNESCO, të kemi sa më shumë për treguar, të kemi sa më shumë tregim mbi të shkuar dhe të kemi sa më shumë tematik, të kemi sa më shumë muze, dyer, porta, themi hapësira të cilët falenderoj ministrin për shtysën që i ka dhënë, pasi siç e thamë është një periudhë prej thuajse 2 vitesh. Gjatë kësaj periudhe është punuar për rikonstruksionin total të muzeut dhe fatmirësisht erdhi momenti që para sezonit turistik kemi gati që këtë xhevair të qytetit kenë mundësi ta shijojnë vizitorët e shumë që ne presim.